Hello njerëz, mirë se vini në një vlog të ri. Po e nis vlogun në treke. Të shtunë si gjithmonë, pavarësisht se dhe djeshim pushim për shkak të Bajramit. Por po e nis të shtunë ndje bërë off. Flokët e mia që janë në këtë gjendje skandaloze janë të mundsuara nga skafanda dhe nga motori Klajtit, sepse I kisha larë mbrëm, por nuk kisha asnjë stilus, kështu që ato ishin gjëra shumë të mbuta për të mbajtur formën e kaçurelit, sot më gjithmora skafanda dhe janë bërë në këtë gjendje skandaloze. Por, sot kemi ditën që do kujdesemi për veten. Tani në ora 2:30 kam lënë orarin për të bërë thonjë, sepse më janë rritur shumë. Kështu që do t'i shkurtoj fare, do t'i bëj një ngjyrë thjesht. Mirë që gjeta orar, se unë zakonisht I lë oraret para, por kësa herë nuk e kisha menduar që ishte afru data, shumë e zënë me punët e mia, kështu nuk isha përmbar të lija orar. Pashte faqja ku bëj thonjt te sallonit e studio që bëj thonjt, dhe ishte liruar një orar tani në 2:30, tash perfekte. Nuk më pengon asnjë gjë tjetër gjatë ditës. So kështu, plani është tani të iki të bëj thonjë, do iki në këmbë, kam rreth gjysmë ore rrugë në këmbë dhe është shumë mirë sepse sapo hëngra kam ngrënë shumë dhe bëj mirë që të bëj ca hapa që të rrëzojmë këtë parkun e fryrë. Whatever, duhet të shkoj me palestër sot sepse dia ka qenë mbyllur për shkak të Bajramit, kështu që gjatë javës kam mundur të shkoj vetëm ditën e mërkurë dhe nuk kam shkuar dot as edhe një ditë tjetër. Kështu që njerëz, I kemi bëjmë thonë tjerë, pastaj palestër, ose palestër në darke, besoj, sepse në orën 6 kam lënë për të prerë thonjë, kështu që nuk e di sa të bënojmë atje. Shpresoj të më dali koha për palestër dhe mos të them pastaj vajti shumë vonë dhe nuk do vete fare. Kështu, sepse duhet të jemi konsistent dhe të arrijmë qëllimet tona që I kemi vënë vetes me palestrën, për trupin, se po vjen vera, njerëz, jemi duke menduar për pushimet e verës dhe nuk jam gati, nuk jam fare gati. Nëse I ke bëjmë thonjë dhe flasim pastaj. Hey, nails done! Sa po I bëra? Shikoni, I bëra pink pastel, I bëra dhe formën katror, I shkurtova pak dhe ka dalë super cute të rregullt të pastër. Po I flas pak më vonë, se kam sa që kam ardhur në shtëpi, por ja po është plot dhe shazje tjetër. Rrugës u ktheva te Rossmann. Në fakt, u këta të Rossmanni sepse po kërkoja silikon që vendosen mbrapa pupave, këpucëve, sepse kam I par pupa, loafer, që I kam veçur vetëm një herë ose 2 herë dhe më vrasin, kështu që dua të vendos silikon të pjesa pas që të janë më të buta. Por nuk gjeta dhe përfundova duke blerë për të njështet të tjera. Kam neps për snack të ndryshme, por nuk dua të konsumoj shumë gjëra unhealthy, kështu që mora disa tek Rossmann që janë një këto Enervio, të cilat supozohet që janë më të shëndetshme. Ora nga këto janë tip fig bars, por janë mix me sesam, cranberry, cashew, me gjëra të ndryshme. Tjetër, janë këto bukët e orizit. S'po më vjen emri se I themi ndryshe, por janë të lyera pjesa sipër me çokoladë dhe janë shumë yummy. Në marketet e tjera, jo të Rossmanni, kam marrë të tilla që janë me çokoladë të zezë, por edhe me copa të vogla, si kanë emrin ato? Jo poronicat, ato mjedra, me copa të vogla mjedra. Do të thatë se më hajnë ato nga njerëz. U kujtova që një nga gjërat më të mira të Rossmanni, unë më kam treguar edhe herë tjetër, është ky kremi I bajames. Po zot, është fantastik, është dhe me vanilje, në mos gaboj. Po, dhe me vanilje, është është jakullore, mbajnë në frigorifer, do më kujtoni se që është fantastike që ka. Kështu që mora dhe nga këto galetat, nuk janë orizi, këto edhe me fara lini, përse se lini janë këto, edhe I bëj si për me atë kremin e bajames dhe janë fantastike. Nuk është të tjera të gjitha sot, po thjesht I mora me që të ktheva të Rossmanni. Dhe të gjitha këto, sa pak gjëra, kushtuan 14.650 lekë. So, whatever, healthy snacks janë të kushtueshëm. Kështu tani duhet të viqem sërish, sepse po vetë orari për të shkuar tek flokët. E di unë që kam për të ngelur pa palestër. Por se di, të shpresojmë deri në fund që mund të shkoj. Tani unë duhet të shkurtoj, se shikojni se sa të gjëra kanë vajtur, edhe kështu duhet të shkurtoj ca të çoj këtu sipër të paktën. Sepse nuk po rinjë as formë nuk po marri, thash di s'kisha as shumë as gjë stiluse, prandaj edhe janë kështu thjesht super të buta, por kështu të rinë pak më bukur kaçurela, se sa më të shkurtra janë bliden më shumë volum dhe më pëlqejnë të tilla.
Hi, goca me flokët e prera, I kam shkurtu ca. Ndoshta kur jetë kështu para duken ca si shumë, por e kisha të nevojshme një rës sepse më ishin zgjatur ekstrem shumë. Kam bërë edhe disa shkallëzim, pak më të shpërdoret e pjesa para, me thënë të drejtë po duken goxha më mirë. Shifini edhe pas. Gjatësia është për diku 3-4 gisht, por prap gjata, ja, no? Po shkallëzimi ka dhënë goxha më volum flokut tim. Kështu më pëlqejnë edhe produktet që përdorte ajo parukierja. Ishte një parukierje që s'kisha shku më parë. Shkon kunata ishte diku këtu afër te lagja, por më pëlqeu thash edhe produktet që përdorte për Kaçorela, ishin të brandit 6.0. Besoj se thash mirë, 6.0, 6.0. Dhe duhet t'i provoj, e di ku gjenden këtu në Shqipëri, kështu që besoj se do t'i marr dhe do t'i provoj. Kemi çik zhurmë në sfond sepse kam nxjerr robotin. Haroj gjithmonë kur dal, bëj gati shtëpinë të tipi të rresh pa karrige që ai të futet lehtësisht poshtë tavolinës, dhe kur dal pastaj haroj që ta nxjerr, kështu do ta bëj me skedulim që të dali vetë, se ndryshe unë haroj gjithmonë që ta nxjerr. Kështu, domethënë, nga lista për të marrë veten time, kisha flokët, kisha thonjt, I bëra check të dyjave, I hoqa domethënë nga lista, tani duhet merrem me vetua, duhet të bëj një seancë mirëmbajtje lazeri, trajtim fytyre. Kemi akoma shumë gjëra për të bërë. Tani, vlogun e kaluar, harova t'ju tregoja çantën, sepse ma ndryshuan dhe më erdhi çanta e Red Pinko. Kjo është çanta që unë kisha porositur. Është kremi, më shumë në white pack. Ka këtu logon e Pinkos, edhe këtu mbrapa sërish logon e Pinkos, edhe zinxhirin që I vjen kështu gold. Zinxhir thjesht, brenda është e thjesht, sepse e kisha marrë me vete dhe kam portofole dhe sendet të tjera personale. Kishte të bukur. Discover how to activate your bag, thoshte. Dhe këtu ti regjistroje, skanoje, e vendose domethënë telefonit, e pjesa këtu mbrapa, thot ku janë dy zogj duke u puthur. Nuk e di që kishte këtë kuptim logo e Pinkos, okay, mësova. Edhe regjistroje çantën tënde në sajtin zyrtar, të dilte që gjithë autentikë, origjinale. Ishte shumë nice, nuk e dija që Pinko e kishte këtë gjë. E kështu duket çanta, mua më pëlqen, është shumë e bukur. Dhe tani fiks për periudhën e verës, që fillojnë veshim këto ngjyrat paksa më të hapura, dhe në verë me fustane me ngjyra verore, do shkoj dhe do duket shumë bukur. Disisit për mendos të vendi. Duhet të sistemoj dollapin, këto pjesën me çantë, të vendos gjithë çantat, e janë dy gjëra të lehta, janë dy gjëra që nuk dua të duken këtu. Ti kaloj të pjesët e dollapit që I kam të mbyllura. Por të grohet tamam koha, se për shembull këto 2 ditë ka bërë sërish ftohtë, kështu nuk është 100% pranverë, nuk duhet të bëj goxha ndryshime te pjesa e garderobës që është e dukse xhamit. Nuk e di ua kam treguar apo jo, por unë kam edhe me LED garderobën. Duket kështu, është shumë nice. Por, me bërë xhamat sërish për të pastruar. Kështu që një gjë e mirë ka ky xhamat, sepse mbrojnë pjesën e rrobave nga pluri, por duhen pastruar shumë shpesh njerëz. Unë preferoj ta kem kështu të errët, në fakt xhamat të errët, që mos të duket shumë që ka brenda. Te Glowy Skin, nuk theva di dhe mora 1-2 gjëra shpejt e shpejt, sepse kam një porosi nga Style Havana, që duhet të më vi me produkte koreane. Por, ajo vonon ca, kështu që mua më kishte mbaruar hidratuesi dhe ky Burrito Solve mua më pëlqeu shumë, kështu që e rimora këtu te Glowy Skin që ka produkte koreane. Nuk është sponsorizim, kam bërë vetë me lekët e mia, siç ju thash. Ndërkohë që prej Style Havana të më dërgoj kutinë me produkte, thash po marr ndërkohë. Këtu më pëlqen shumë, sepse tani që ka filluar ngrohë, janë rritur temperatura, nuk është se më thahet lëkura, ky si hidratues bëri shumë mirë. Dhe është në strukturë gel, lëkura e thithë shumë mirë, mund të vendosësh dhe goxha sasi, domethënë. Mora këtë, lip tintin nga Etude, shumë nice, shumë I mirë. Krahasohet 100% po e po me atë lip tintin e Jarova si e ka. Benefit, po. Madje mund të them që është shumë më I mirë, sepse lëshon akoma më shumë ngjyrë dhe mban goxha më gjatë. Tani un kam gjithë ditën me buzët kështu të lyera, po I kisha bërë në qendër me këtë lip tintin, edhe konturin e bëra me lapsin kaf nga Nice, dhe gjatë super cute. Të mbëlsonte goxha në pamje. Kështu që e keni goxha më lirë, ishte vetëm 6.900 lekë, ndërkohë që lip tintin e Benefitit e keni 25 euro ose 30 diçka tillë. Mora edhe 2 maska, njëra nga këto do ta bëjmë tani. Ka dhe çmimin këtu 1700 lekë pas ka kushtuar kjo. Kjo tjetra 1500 lekë. I kam shumë bezdi këto çmimet, kështu që po I heq.
Dhe janë të dyja nga Centella Skin 1004, mua më pëlqen shumë, kjo është Glow Mask, kjo është Probiotica Mask hidratuese. Kështu që njërë nga këto të ta bëjmë sot. Mirëmëngjesi nga goca juaj e preferuar e YouTube-it. Kam unë fare njerëz dhe di. Unë tani po xhiroj pas një 10 ditësh nga dita e fundit që kam xhiruar, që kam bërë flokët, kam përthojnë dhe mos gaboj, këtu e kishim nisur. Dhe tani jam duke ikur për në punë. Është bërë të lagja janë si labirint nga parkimet. Mirë dhe që me këto që të dukemi tamam. Kështu, po thashta tani jam duke ikur për punë njerëz. Është dite mërkurso, se po ngatroj ditët. Edhe se po dalim nga lagja. Këto kohë më kam pasur frymëzim. Tani, besoj se ka faza në jetë dhe ka momente që duam të shkëputemi pak, të marrim ato energji tona, motivimin, edhe të rikthehemi sërish. Kështu që besoj këtë fazë kam kaluar edhe unë. Jam shkëputur pak, sepse u bë një kohë gjatë që realisht më mungonte motivimi. Në qoftë se herët e tjera jam sforcuar që ta mbaja gjallë audiencën, le ta themi kështu, edhe në Instagram, por realisht nuk kam qenë në mundin tim më të mirë. Kështu që bëra mirë të them që u shkëputa për pak kohë. Ndoshta do duaj dhe pak më shumë kohë, por më mungon edhe kjo pjesa e të xhiruarit video, të krijuarit kontent, është tashmë pjesë imja. Kështu, po që për punë tani, sot është datë një prill, gëzuar një prill i njerëz, mos i njeni shumë sot, se kjo video do dali shumë shpejt, pse do dali nesër. Kështu që ju pres në komente, shpresoj mos të keni gënjur shumë sot. Sot është vrentur, edhe një 2 ditë ka qenë shigje kësaj jave, edhe është freskuar, kemi veshur sërish jaketat e plota, kam veshur pak të gjys golfin, është i hollë, është për bukuri është më shumë, por realisht është freskuar goxha. Ne presim që të vi pranvera, kjo koha ka plane të tjera për ne, por besoj këto janë një 2 ditët e fundit dhe fundjavë rriteshin sërish temperaturat. Ka ndryshuar ora, kjo ora verore më pëlqen shumë, sepse ti ke goxha kohë mbas dite, del me ditë, kemi pak kohë që dalim me ditë nga puna, me thënë drejtën, por edhe kur mbëri në shtëpi, ka akoma kohë të lirë, fillon e rëstohet nga ora 7:30, 7:20, mos ka bëj një gjetje. Edhe shumë mirë, më pëlqen shumë, të motivon më shumë, përveçse se këtë javë ka qenë shumë e ngarkuar, me kohën, le të themi, sepse kam filluar edhe një dietë ushqimore, është strikte me gram. Po të tregoj më shumë pas e mbas dite për të veten në shtëpi që të përgatisim darkën edhe drekën për ditën e nesërme, dhe prandaj më lodh më shumë kjo gjëje, sepse kur shkoj duhet të përgatis darkën që duhet ta ha. Unë aty e kam brenda orës 6-7, po unë e ha brenda orës 8, sepse pes dal nga puna, sa të shkoj në shtëpi, sa të përgatis, pak a shumë atëre i bie. Jo, ndonjëherë kam ndonjë plan të vogël pas punës, kështu që shtyhet pak më vonë. Dhe të përgatis edhe drekën për ditën e nesërme. Kështu që gjithë mbasditja, një kohë e konsiderueshme nga pasditja me iko në kuzhinjë, se pastaj do vësherën në lavastovilje, jo do pastrosh kuzhinën, nuk kam pasur kohë të merrem fare me pjesën tjetër të shtëpisë. Mirë që kam robotin që bën punët e tjera, por gjithsesi dihet janë në tualetet që duhen prekur. Fundjavën e kaluar të filloi edhe Ferma VIP. Besoj është edhe nga reality show të komentuar goxha. Sepse ne shqiptarët e vërtetë është se i pëlqejmë shumë dhe i ndjekim goxha reality show, edhe Bigun, edhe Ferma VIP që filloi tani. Unë po shikoj Ferma VIP në fakt. Okej, e pansa Mimoza Metit, është super personazh për mua. Më pëlqen genuiniteti që ajo ka. Do doja të isha si ajo në jetë. Aq pa komplekse, aq e sinqert, aq mos kokçarse, aq e qetë, nuk e di, më pëlqen jashtëzakonisht shumë. Të ishim gjithë njerëzit ashtu, pa e vrarë mendjen se si dukemi, se çfarë mendon tjetri, nuk e di. Do ishte një botë super më e bukur, sa herë kam përdorur fjalën super. Jo, realisht më pëlqen shumë dhe do doja të kisha mindsetin e saj. Sepse është super chill gjithë kohën. Kështu jam fan se saj. Themo se ka përfituar ajo Ferma VIP,
Se thjesht ajo ka për të mërzitur, ka për të lodhur, ka për të hapur vetë atë derën dhe ka për të dalë nga ferma. Ai tip është, domethënë. Po personazhet më të lezetshëm, e këndshmësi gjë, më pëlqen fakti që është me sfide, janë në një fermë, kështu që po e shikoj fermën VIP. Për më tepër ka ato dy kanale të falas në YouTube, kështu që mbasdite kur jam duke gatuar, edhe i kam hapur pak në sfond dhe i kam dëgjuar, bëjnë muhabete të ndryshme, të jetës së tyre, flasin për gjërat e tyre, për ndodhjet e jetës, për tema të ndryshme që hapen gjatë muhabetit, kështu që deri tani besoj është goxha më e këndshme. Patjetër që do ketë ato dinamikat e veta, loja, debatet, sepse janë pjesë të jetës njërë, plus edhe bashkëtesa me domethënë 24 persona të ndryshëm, personalitete të ndryshme, karaktere të ndryshme, kështu që patjetër që do ketë edhe përplasje. Kështu njerëz. Janë shumë e lezetshme, imagjino të gjithë njerëzit në mëngjes janë për gjumër, se s'na ka dalë gjumëri mirë akoma. I thonë duhet të ngrihen pak më herët, të përgatis çantën që të marrë ushqimin me vete dhe të përgatis edhe mëngjesi. Por prap jam goxha për gjumësh, dhe më imagjino dje, futem në makinë dhe vendos isha pak mendim ke koka, ashtu zgjova që në mëngjes, dhe thash nuk mas kam fare durim me dëgju këngë, se do më tharoni më keq dhimbjen e kokës. Edhe thash po vendosa një podcast në sfond, gjoj edhe një gjë të lezetshme për mindfulness. Po pisa më madhe këtyre podcasteve ishin si tip yoga. Dhe relaksau, thashtë ai mizi, kështu ishte gati të më vënë në gjumë, më keq. Dhe e hoqa pastaj, ishte shumë keq situata, isha gati të fjetë në makinë. Vendosa noisy, do më thënë, sa tip introverti nga 110 alba. Aerobin nuk po shkoj fare. Thjesht kur nuk të pëlqen gjëja, që në fillim nuk të pëlqen dhe kaq. Kështu që po vazhdoj këtë dietën, ja 2 javë që të humba do 3 kg plus që kam marrë. Më shumë kam bërë dietës, jo vetëm të vështirësia për të humbur 3 kg, se 3 kg nuk është se janë ndonjë wow. Më thjesht do të jem shumë mirë për verën, që të filloj të nxjerr muskujt e barkut, nuk është se kam probleme me peshe. Por do të gjatë 3 kg dhe të tonifikohem pak. Më dalin shumë kollaj muskujt e barkut, ndoshta edhe trupi ka pak memorie që kam bërë palestër vazhdimisht deri vite. Këto kohë të fundit që pasi filluam me punimet të shtëpisë më shkëputur shumë nga palestra. Po thoshe që të bëj këtë 2 javëshin e dietës, edhe pastaj besoj se të rikthehem sërish tek repeat, sepse aty më pëlqen të shumë. Edhe pastërtia janë top, sjellja e njerëzve, instruktorëve, kështu që një instruktor i pilatesit që se mbani mend kur pëlqente, që ishte balerin, por të sill oraret kur është instruktora tjetër, kështu që e kam atë mundësinë që të bëj book klasën që dua në orarin që më levertis mua. Kështu që do kthehem sërish te ri. Gjithashtu njerëz, para ca ditësh bëra një ask në Instagram, edhe një gocë që njoh po më pyeste si jeti si ka fore, si ke qenë fëmijë, si je tani e rritur. Edhe isha duke lexuar në atë vonë, thash do të kthej përgjigje nesër në mëngjes, që të jem më freskët, sepse është pak e vështirë që të përshkruash veten tënde. Nise, në këtë moshë kam inteligjencë emocionale, kështu që mund ta përshkruaj lirisht veten time. Por duhet të kthesh pak në fëmijërinë, ato kujtimet e tua dhe të bësh edhe qarsimin si ke qenë, si ke ndryshuar ti ndër këto vite. Jo, madje në fakt nuk do ta lexoj, se kisha plan të lexoja, por jam kurioze të lexoj mendimin tuaj. Domethënë, çfarë mendimi keni pasur për mua? Në fillim fare, kur keni parë videot e para, kur keni hapur për të parë një video time, dhe mendimin e dytë që keni për mua kur keni disa kohë që më ndiqni, që besoj më keni njohur pak më mirë. Kështu që jam shumë kurioze që të lexoj komentet tuaja. Ju pres të gjitha në komenta mendimin e parë kur më keni parë dhe mendimin e dytë, nëse keni ndryshuar, nëse është i njëjti, pasi keni ndjekur për ca kohë videot e mia dhe më keni njohur pak më mirë. Sapo jam kthyer nga puna njerëz, është e premte, pas dite, u vënova shumë sot, kishte ndodhur një aksident nga korsia e kundër që kishte rrezu betonin nga ana e autostradës tonë që hynin për Tiranë, domethënë.
kishte bllokuar, ishin prishur 3 makina rrugës, autostrada me punime, kështu që janë vonuar 1 orë e 10 minuta për të mbritur në shtëpi. Ishte super stresuese sepse ti të premte, mezi pret ta mbyllësh atë punën, ke fundjavën parë, mezi pret të mbërish në shtëpi, por ja, ndodhi edhe kështu, kështu që u vonova super shumë sot. Tani dohet të përgatis darka, sepse është mirë që ta hap para orës 7. Unë kam dhe snekun e mbasdites që kam nga ora 4, 4-5. Kisha 20 gram bajame, 1 kos grek edhe 2 barda vezet, e kam gram vetëm bajame, sepse kosën nuk kam marrë me vete, nuk kam frigorifer të puna, kështu që kam merak që ta mbaj tek ato çanta termike. E kam marrë 1-2 herë të tjera gjatë javës, e kam konsumuar. Po ditën e mërkur kisha marrë 1 kos nga një brand tjetër. Të më thënë, unë marrë të Pro Natura ose të Spari. Ato të Pro Naturës më ka shëndruar okej. Ditën e mërkur kisha marrë të kosin grek të Spari dhe kishte filluar që të zinte shenjat e para të mykut, kështu që thash jo, më mirë s'pe marrë me vete, konsumoj direkt se do vete në shtëpi, kështu pak darkën për të ngrënë. Por sot ka vajtur super vonë njerëz, është ora 6:30, kështu do përgatis me një darkën, kam një sallatë super jam, në fakt që të mbar shumë. Kështu që do ta përgatisim direkt. Këteva këtu të lagja, mora sallatë jeshile sepse më mungonte. Okej, sallata ka sallatë jeshile, këtu kam gjysmën avokado që e ka vënë në ujë që mos të prishet, në ton peshku, kastravec. Kastravec edhe limon, kaq ka sallata. Ti laj tani që ti bëj gati shpejt e shpejt. Sallata ime yummy është gati njerëz, ja ka sallatë jeshile, siç e thash, avokado 150 gram, sallatë, avokado kastraveca, 50 gram ton në ujë o në vaj, kam edhe pak vaj ulliri krip, shtrydha çik limon dhe ca copa limon sepse unë vdes për limon. Ju tregoj edhe peshorën që përdor, kam një të fuegos, është me bateri, po e bën punën e vet shumë mirë sepse dieta i ka për masat fikse. Unë e fitova 60 kg, sot është e premte, jam 58.93. 59, kështu e kam humbur 1 kg, Klajti ndërkohë ka humbur 3 kg. Kështu që besoj jemi në rrugën e duhur. Thjesht do të futesh thash në këtë rutinën e të ngrënit shëndetshëm, sepse e kisha egzageruar në maksimum. Çdo që tjetër është super okej pastaj. Do t'ju mbasim ato 3 kg se nuk janë asgjë. Ti rikthehem te stërvitje, sigurisht e vendi im i preferuar, terapitja që bëhet fjalë se me Rabin nuk i patëm marrëdhënie aq të mira. Më saktë me palestrën besoj, se sa me llojin e stërvitjes. Nëse po hase, po vdes për të ngrënë. Gjatë kësaj jave kam blerë edhe 2 gjëra të Zara njerëz, atë koleksionin të ri do t'ju tregoj tani. Kështu që nëse i doni, gjoni lehtësisht në aplikacion edhe në dyqan, sepse të gjitha koleksioni i ri kam bërë edhe një pako tjetër online, sepse ishin 2 gjëra që unë nuk i gjeja në dyqan. Janë shumë të bukura dhe janë ato koleksioni i ri. Se duket sikur e kam shtrëmt kamerën, apo mirë është. Edhe ato duhet të vinë nga mesi javës që vjen, sepse fundjavë do kemi një lëvizje të vogël, kështu që i kam planifikuar për veshje andej ku do shkojmë. Nuk e di, shpresoj të mbaj koha sepse i kam planifikuar gjitha veshjet e holla. Atëherë kam marrë këto trousers në ngjyrën beige, janë shumë të bukura dhe të bukur kam pjesën këtu poshtë që vinë më të ngushta në fund. Ka një material të freskët, pra veror, mua më pëlqyen shumë. I kam marrë në masën small. Këtu keni dhe kodin if you need it. Tani tek modelja që i pash, i kishte të provuara së bashku me këtë bluzën me më këtë shkurtra, që vjen si tip polo, po e ka jakën, më thëmë bërthimi goxha më poshtë, ka kopsa goxha poshtë, edhe vjen e bardhë, ka një xicë të vogël me shkëlqim, nuk duket mirë në kamera, por është shumë nice dhe është pak transparente. Por ishte shumë bukur, e thoshte edhe të hapi që vjen pak transparente. Modelja i kishte veshur bashkë me këto trousers beige që ju tregova, kështu që dhe unë i mora të dyja dhe këtë e mora në masën small. Këtu keni dhe kodin nëse ju duhet. Ka marrë edhe këtë kratjeren, por është me golf. Ishte shumë lirë njerëz, kishte edhe ngjyra të tjera, e mora në masën medium, sepse këto që fillojnë nga smalli, përgjithsisht smalli ri shumë i ngushtë dhe bëhet shumë i bezisur, sepse rritet gjithë kohës ngjeshur me trupin, kështu që e mora në medium. Këto ishin vetëm 9500 lekë. Tash kishin edhe ngjyra të tjera, është materiali holl, golf i rinte i lirshëm, kështu që duke shumë bukur në trup. Ti provojmë këto që ti shikoni, apo nuk doni që ti provoj? U them ti provoj, të shikoni se si rinj tamam.
Me shumë mundësi do t'i marrë në udhëtim, por shohim kohën. Okej, kështu duken së bashku. Bluza bashkë me këto trousers, që quheshin chino, kino, diçka e tillë. Dhe tash të bukur kam pjesën këtu në fund. Nuk duken total aty, presti. Okej, këtu duken total besoj. Janë shumë nice njerëz, unë kam në plan t'i vesh me pupa, me loafers, ose ndoshta edhe me pak tash, ta bëjmë pra pak lookun më casual, por edhe jo sport fare, domethënë. Kështu duken. Bluzën tjetër do dal tani me motrën, të pime një Aperol Spritz, sepse mbrëm ka pasur një krizë migrene, jo mbrëm, parbrëm, një krizë migrene që më ka zgjatur 48 orë. Dhe kam qenë e ngujuar në shtëpi këto 48 orë, kështu që pasi kaloj këtë atakun e migrenës, jam super euforike ditën e nesër, shumë entuziaste, dua të dal, dua të bëj gjëra, sepse më duke sikur kam shpëtuar nga diçka e tmerrshme që më mbante kështu të bllokuar. Dhe po, sot jam super energjike dhe dua të dal më pjet një Aperol Spritz. Kështu që kam gjithë javën që mbaj dietë, do t'ja lejoj vetes një gotë Aperol Spritz. Dhe dietën do ta vazhdojmë normalisht në fundjavë dhe javës që vjen edhe në vazhdim. Sa u bëra gati njerëz, u vesha, kemi mungesë ndriçimi në dhomë, si gjithmonë ky drita LED po më bën naze, më ka bërë naze që në fillim që e kemi vënë. Kështu që ka ardhur koha të vijë elektricisti sërish dhe ta shofi, sepse ndriçimi LED, shiritat LED duhet të jenë të paraqëndizën, pastaj spotet, so whatever. Dhe thjesht thosha që nuk kemi ndriçim shumë të mirë, kam ndezë këto të garderobës, por garderoba është ende rrëmuj. Gjithsesi, unë vesha, kjo është ajo bluza që u tregova, që kisha marrë te Zara, golfi i bardhë, po shkoj këtu mbrapa. Okej, këtu më shikoni. Dhe ri shumë cute, ri kështu pas trupe, me një palë gjinse blu duket shumë bukur. E kam veshur me këto gjinset blu të mës, që janë me të lidhur këtu poshtë, që si në bani më. Vesh edhe këto takat besh. Do doja t'i kisha në pana takat dhe jo në besh, por gjithsesi do vesh sipër përdesym besh. Dhe e rregullon disi lookun total. Po presti me motër, që do më thoj nisu. Do më thënë e kishim lënë për dalë në 8, është ora 8 unë jam ende në shtëpi. Okej, vesh edhe këtë përdesyn e Zarës, që ua kam treguar që kam marrë së fundmi. Por, okej, duken bukur kështu. Besoj se duket një look i lezetshëm. A do kefton nuk e di, për gjithsesi me makinën deri atje, po marr edhe çantën e Pinko, sepse nuk e kam marrë fare këto kohë, ka qenë shija me shumë të errta, kështu që nuk më është të dashur. Dhe kështu, looku total. Nuk më shikoni mirë e ti. E ka fajnë gjithë ndriçimi. Okej njerëz, unë po dal tani, shifemi pastaj kur të kthehemi në shtëpi.